tentativat për barazim në mes burrave dhe grave, meshkuj dhe femra. Pra heqja e diferencave është artificiale. Kanë qenë padrejtësi në aspektin e kësaj, ato përpara Zotit janë të barabartë, kanë role të ndryshme dhe kanë botë të ndryshme, kanë specifika të ndryshme dhe në gjithë objektivi jonë duhet të jetë që të fuqizojmë anët pozitive apo specifikat që kanë femrat, po ashtu dhe specifikat që kanë burrat. Por ne faktikisht bëjmë të kundërtën, mërzitemi, mundohemi ose t'i barazojmë, ose mundohemi të heqim ato veçori që me cilat i ka dalluar Zoti, dhe këtu ne prishim gjithë jetën, nuk prishim thjesht një mashkull dhe një femër, por prishim gjithë sistemin e jetës. Prandaj ajeti kuranor, kur thotë edhe nuk janë meshkuj si femrat, për të dalluar, për të treguar që secili ka specifikat e veta. Madje Zoti këtu i thotë se në këtë rast, ajo që ti mendon që kjo vajzë nuk ka për ta kryer detyrën, është krejt e kundërta. Madje ajo do ta bëjë këtë detyrë më mirë se sa meshkujt, dhe kjo vajzë do të ketë dhe një status shumë të madh. Në rastin tonë konkret është Meriemja, ajo do sjell, nuk do të jetë thjesht kujdestarja e kësaj faltori, po ajo do sjell në jetë një njerëz të madh. Po të kishte lindur djalë, nuk do vinte në jetë Isaia alayhis salam. Prandaj ne ngatrohemi tek ajo pjesë që nuk është kompetenca jonë. Ngatrohemi pikërisht tek ato që janë krijimi i Zotit dhe janë dhunti e Zotit. Zoti i ka dalluar meshkujt me disa specifika, i ka dalluar gratë me specifika të tjera, nga që ne nuk bëjmë detyrën tonë si njerëz, qofshin burra apo gra, ne i përzim këto mesele dhe pastaj futemi në mendimin labirinthe për të cilave nuk kemi dalje prej tyre.